Sot jemi mbledhur këtu për të përkushtuar dhe nderuar me pietet të thellë njërën nga faqet më të ndritura në historinë tonë të re. Betejën e lavdishme të Koshares, e cila shënon jo vetëm një kthesë vendimtare në luftën tonë çlirimtare, por edhe një fitore historike ndaj padrejtësive shekullore. Në këtë ditë të shejtë, me 9 prill 1999, filloi betejë e lavdishme e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e udhëhequr nga strategu ushtarak dhe heroi ynë kombëtar Agim Ramadani. Kjo betejë qau murin e padrejt të ndarjes shqiptaro-shqiptare dhe thell kufirin e dhunshëm që na ndau për gati një shekull. Betejë e Koshares është simbol i guximit të jashtëzakonshëm dhe i organizimit shumë të lartë strategjik e luftarak. Në këtë betejë ran heroikisht 114 luftëtarë të brigadës 138 Agim Ramadani. Lavdi për të gjithë. Është nderë bashkohemi në vendin ku ruhet historia jonë, ku dëshmohet historia jonë, në vendin ku pushoj herojnë tonë, herojnë të Koshares, po jo vetëm Koshares të kohët tonë. Dhe gjithë ju që qëndronin këtë vend, jeni duke qenë këtu, sa është rruga jonë e liris, edhe si erdhem deri te liria. Besoni këto 3 shtylla të këtyre 3 njerëzve, i gjeni të gjithë këta që i kujtojmë sot. Një mësim nga e shkuara nuk bën me u harru kur. Me kriju aleancat sigurisë është e arritur e madhe, pra aleanca e sigurisë. Dhe nëse di me i rujt e me i forcu këto aleanca, nuk na përsëritet historia. Nëse mbesim jashtë këtyre aleancave, mundet historia me na u kthye. Beteja e Koshares ishte ideuar dhe planifikuar nga ushtarak të kësaj beteje, dhe dolin të sakta parashikimet, vlerësimet, analizat dhe vendimet e kësaj beteje. Bashkëpunimi dhe koordinimi në frontin e Koshares ishte një ndër faktorët kryesor që ndikoi në suksesin e kësaj beteje. Ky ishte një bashkëpunim i shumë thjesht që kishte filluar që nga përgatitja, zhvillimi e deri në përfundimin e luftës.